nivel të ndërgjegjshmërisë qytetare këtu më të lartë se më parë. Është për të çuditur që edhe në mosha të reja, do ekziston ky entuziazëm për të bërë ndryshime diçka. Megjithatë për fat keq faji nuk është i votuesve, faji është i leadershipit. Pra përveç partive që kanë kryu këtë ngërsh, edhe prej kastës tjetër që nuk po del me një alternativë për votuesit. Jam i bindur që një alternativë sa do të thjeshtë të ishte me një program konstruktiv, minimum do të arrijë të 10 deri në 15% votës, bazë sentimentit që po e vrej. Ata njerëz do të shpërndahen diku. Disa domethënë praktikojnë partinë e tyre dhe tentojnë të shkojnë në drejtim sa më konstruktiv që është e mundur. Prandaj edhe përfaqësisht po shoh një rritje të akës që nuk i kisha pritur. Interesante. Kam reagime nga studio, Fidan Rama ka pyetje. Rama vleron. Po mund të vazhdosh me pyetjen, Fidan. Ordrani. Me sa pashme këto rezultate publikume, nuk është 100% i votës, pra janë 88%. Nga ky prezantim që keni bërë janë 12% që kanë mbet jashtë. A janë këta të papërcaktuar? Që po dalin nga ky sentiment apo si? Jo, unë gjithmonë normalizoj votat, domethënë kam normalizuar mbi përqindjen që këto partije kanë marrë në zgjedhjet e fundit. Po mirë, këtu i ndoshta ka bërë gabim se duhet futeshin edhe votat e listës familja. Domethënë që i bie që të ngriten gjitha për 2% pra përqindjen e mbetur, po domethënë pjesa tjetër janë votat e minoriteteve si dhe partive të vogla. Megjithatë, tash që përmende, më kujtua që do ta kisha normalizuar dhe listën familje, nuk kam normalizuar. Po sepse janë përqindjet relative mes partive. Jo, po këtë që sqarut më herët që thatë që fushata mundet me drejtu shumë elektoratin, kisha përshtypjen që mungesa e këtij 12% mendova që është papërcaktuar dhe deshta më të pyet sa prej këtyre të papërcaktuarve mund mu bind gjatë fushatës me kalu të një subjekt politik. Po unë mendova që është 12%. Prandaj të pyeta sepse këtu nuk është 12%, nuk është 12%, një ditë tjetër do të vi të sharoj, sepse sot edhe ishte festa, nesër pra fest, edhe ishëm angazhuar, po nëse më kujtohet, nga kjo 20% për shembull që deklarohen që nuk do të votojnë në vend, prej tyre, nëse nuk gaboj, 2/3 shkonin të partitë tjera, 1/3 ishte që ose nuk votojnë ose nuk kanë vendosur ende. Domethënë e di që po do të shkojë këto statistika. Ekziston një numër goxha i madh i votuesve, ma mërmenja dikun të ai numër është dikun të 10%, po e kam eliminuar, domethënë unë vetëm i kam shikuar sentimentin relativ të votuesve që janë deklaruar se për këtë do të votojnë për momentin. Qartë. Faleminderit shumë Baraliu. Gëzuar ditën e falenderimeve, Thanksgiving, për ty dhe familjen tënde, gëzuar 28 nëntorin, edhe për të lënë ambient më të mirë atje. Gjithashtu gëzuar 28 nëntorin. Ju falenderit. Në studio, Arton, si e pe këtë matje? Interesant, po shihet që veç ka lëvizje. Dhe domethënë kjo po tregon që megjithatë kauza që po mundohet vendosja me ndërtu që partitë tjera janë fajtore për shkakun që po shkojmë në zgjedhje dhe se për faktin që Kosova ka mbetë e bllokuar, megjithatë nuk po ka efekt. Për shkak se po të kish pas efekt, qyre ku e ka shtin Klapa nuk e ka marrë diasporën. Mirë dhe mirë. 500.000 vota e ta ndryshon. Po jo, përse s'ka nërë 500.000 vota për diasporë kurrë. Po jo, përse s'pritet 500.000. Po jo, bre, mos. Pa sentimenti, po nuk ndryshon sentimenti. Pa sentimenti, po nuk është ai dallimi i madh. Jo, po na po analizojmë. Krenor, nëse e shes sentimentin, po a e kthejmë sentimentin e 2021-s. E kthejmë sentimentin e 2025-s. Nuk ka pas ndaj dallim të madh as sentimentit e as të votës mes votës që ka orë këtu edhe atje. Pra, ka për dallim jo i madh. Nuk është i madh dallimi. Se nëse e këshyr, vendosja i ka marrë 2021-ën 50% këtu për shembull. Atje i ka marrë 60% pra fërsisht. U gëzuan shumë që u bë opozita bashkë, vetë vendosja me LDK-n. U gëzuan përgjithësi. U gëzuan. Po mirë, po nuk dështoj. Njerëzit u frustruan shumë edhe filluan me konkludu që ja duhet 50% ja, s'ka pas lidhje ajo. Domethënë ishte idhimi me PD-kën, me LDK-n fakt që e priqi qeverinë pandemi, edhe lëvizën ka vendosja, edhe për shkak që aty shkoi Vjosa Osmani. Vjosa Osmani. Kanë mujt me shpërbyer vetë vendosjen pak më shumë, po jo më ia dhon 50%. Njerëzit thëshin do të më ia dhon 50% se pirxojnë qeverinë. Me Google aty na japim 100%, po kjo nuk është demokracie.
Me thonë, po jo, konkludimin ti s'male, me mbyll konkludimin kam unë. Ti shtinë në kalkulim veja votin e diasporës, për që ata ti vazhdo. Po jo, se me dhe shtinë në kalkulim edhe votin e diasporës, këshyre të paktën në zgjedhjet e fundit, edhe lokalet, edhe parlamentarët sa ka marrë vetëvendosja, çaq